Njerëz, më në fund më ka ardhur edhe projektori jem që e kom porosit. E për të gjithë përdoruesit e ri mundeni me marrë zbritje me 70% me kodin tem në Temu. Gjithmonë kam pas qef me shku në sinema, po tash e kom ble edhe sineman tem në shtëpi. Është në pyetje mini projektor HY300 Pro, i cili vjen me telekomandën e vogël edhe kabllin e saj. Sipas emrit është gjithashtu edhe i vogël, nuk zën shumë vend në shtëpi, ka hapësirën për USB, me lidhën dëgjuesat me to edhe HDMI. Gjithashtu ka mundësi edhe mu rrotullu në cilin anë doni ju, plus rregullimi i madhësisë ekranit në mor. Është i dizajnuar në atë mënyrë më shumë me nejt në krevat, në kauç, në sofa, ku keni qef ju. Jam tepër një fans i madh i sinemas, ama tash veç me fëmijë e kuptoni që ajo është e pamundër kohëve të fundit. Tepër është thjesht me përdor, ama në normal kom shku në atë mënyrën më të lehtë. Jam lidh me wifi internet të shtëpisë, ku kom hi në Netflix, ama jo gjithashtu mundeni me hi edhe në YouTube apo Apple Store edhe me kontrollu nga telefoni juaj. Si më ka arrit, aq kom prit edhe me përdor me ja kqyr funksionet e veta, edhe kom qita algëngjëm, edhe kom përgatit një movie night vetëm për veti. Foto është tepër e pasër zëri, është si me ka në sinema. Ju këtë mini projektor mundeni me porosit me kodin tem nga ekrani vetëm për 18 € e 14 cent.